Përshëndetje të gjithëve. Sot kam sjellë një recetë që do t'ju çoj direkt në kuzhinat e gjysheve tona, por me një prezantim pak më ndryshe. Është një gjellë me bath, kumbulla të tharta dhe djath. Është një kombinim i pazakontë, por plot shije dhe traditë. Ndiqni hap pas hapi dhe zbuloni pse kjo tavë është një dhesar i kuzhinës shqiptare. Këtu kam 1 kilogram e gjysmë me bath. I pastrojmë bathët, marrin vetëm pjesën e kokrave, pasi bathët janë të mëdha. Por kjo recetë nuk përgatitet vetëm me kokrat e bathës, përgatitet edhe me bishtajat e bathëve nëse janë të njoma. Bathët nxihen shumë shpejt dhe del ajo tava ose gjella e zezë. Ndaj unë i vendos në ujë duke i shtrydhur dhe gjysmën e një limoni. Në këtë mënyrë ato ruajnë edhe shijen, por edhe ngjyrën. Për ta përgatitur më shpejt gjellën, unë zakonisht bathët i pastroj në mbrëmje, i lë gjithë natën ujin me limon dhe ditën tjetër ato nuk kam pësuar asnjë gjë. Ruajnë dhe ngjyrën edhe shijen. Këtu kam 4 qep të njoma, janë goxha të plota të mëdha. Janë qepët ato që e trashin pak lëngun e bathëve. I presim qepët në pjesë të vogla dhe do t'i vendosim në një tigan të thellë. I shtojmë vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. Unë i vendos edhe kapakun, në këtë mënyrë bjen nga vëllimi dhe marrin një kaurdisje. Pastrojmë edhe 4 thelpinj hudhër. Si i kam hudhrat me gjithë lëvore, po t'i shtypni me thikë, pastrohen shumë thjesht dhe shumë lehtë. I presim edhe hudhrat i kemi gati dhe t'i vendosim në kohën dhe momentin e dur. Ja dhe bathët që unë i kam pastruar nga mbrëm dhe i kam lënë në ujë me limon. Qepa tashmë ka filluar të marrin ngjyrë. Shtojmë 2 lugë të gjellës me salcë domate. Shtojmë edhe 1 lugë të çajit ose të kafes me salcë speci për t'i dhënë më shumë ngjyrë. Por unë do t'i grij edhe 2 domate, do t'i pres në kubik. Shtojmë hudhrat që prem pak më parë. Grim edhe domatet në pjesë të vogla në kubik dhe do t'i shtojmë në tigan. I përziej mirë. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëm 5 minuta derisa domatet të shpërbëhen. Më pas do shtojmë bathët e kulluara nga uji me limon. I përziej mirë. I lëm edhe 5 minuta të tjera, më pas i shtojmë 1 lugë të çajit me koncentrat viçi e kam unë, e kam plur. Më pak se 1 lugë çaj me krip, pak piper të zi. Do t'i mbuloj me ujë dhe do t'i lëm të ziejnë avash për 30 minuta. Bathët mund t'i përgatisni edhe si gjellë, por mund t'i përgatisni edhe tavë. Të paktën 1 herë në vit ose 2 herë në vit unë e përdor këtë recetë. Bathët tashmë kanë zier, i shtojmë pak majdanoz. I shikojmë për krip nëse duhet edhe pak krip, i shtova shumë pak krip. Këtë miksin e erëzave dhe si i kemi do i vendosim në tavë. Duhet patjetër që t'u shtohen kumbulla të tharta, ose kumbulla gardi i quajnë nga zona jonë. I shtuam disa kokra dhe i pjekim për 20 minuta. Mbas 20 minutave i mbuloj me djath kaçkavall ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. E pjekim edhe 10 minuta të tjera dhe e kemi gati. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like, ta shpërndani me miqtë tuaj dhe të abonoheni për më shumë shije shqiptare. Gatuani me dashuri dhe mirupafshim në recetën e radhës.